Nisma për Kosovën në Ferizaj tashmë ka zgjedhur këshillin drejtues, kryetarin Degës, si dhe ka formuar strukturat e saj. Kështu, bëri të ditur kryetari sapo zgjedhur i këtij subjekti politik në Ferizaj, Besnik Berisha. Duke shprehur ambicie për të qenë kandidat për kryetar komune, Berisha shtoi se janë në përgatitje të listës së kandidatëve që do të garojnë për kuvend komunal. Me siguri që kandidat potencial do të jem unë, mirë, po kjo i mbetet edhe Këshillit Kombëtar. Janë të hapura gjitha mundësitë, ka mundësi edhe njerëz të ri të jenë kandidat për kryetar. Po pa problem. Nëse dikush ka synim edhe i ka kritere, atëherë unë jam i hapur. Ndërsa sa i përket përgatitjeve për fushat dhe zgjedhjeve që do të mbahen në tetor, ai tha se nisma po punon vazhdimisht në këtë drejtim. Përgatitjet janë duke u zhvilluar intensivisht, jem në përfundim tash të listës zgjedhore për asamble, ndërsa sa i përket kyçes jemi të hapur për të gjithë të rinjt në Ferizaj dhe në rrethin që të bëhen pjesë e nismës për Kosovë, Dega në Ferizaj. 90% janë emra të ri. Dikon krejt moshës pak më të shtyme jem 5 vetë, ndërsa kryesia 17 anëtar, 12 janë krejt të ri në 30 vjetë. Si vjet, është hera e parë që nisma për Kosovën në Ferizaj do të hyjë garës për kryetar komune dhe asamble.